Ky emision mundësohet nga Këshilli i Bashkësisë Islame Prishtinë. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatia Allahu qoftë mbi ju. Mirë se po takohem teleshikues të nderuar. Edhe kësaj here, sikur se radhat e kalume, kemi të ftuar dy nga profesorët e medresesë së mesme Alaudin në Prishtinë. Kemi të ftuar profesorin Hysni Beka, mirë se erdhe hoq. Po ashtu edhe kemi profesorin Kujtim Jashanica, mirë se erdhet. Mirë se zgjatëm, faleminderit. Apo ju drejtohem si profesor të medreses, po tash këtu neve do të na folin cilësinë e hoxhallarëve. Ramazani është besoj një dhuratë që Zoti i jep robit. A pajtohesh hoq me këto që po them? Faleminderit spari që jam këtu bashkë me juve. Një përshëndetje për gjithë ata që po na ndjekin nëpërmjet ekranit juaj. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Zotin e Madhreshëm, selavatë dhe përshëndetjet më të mira ja shojmë Muhamedit alayhis salatu wassalam. Zoti Xhaleshanuhu është krijuesi i gjithësisë, krijuesi i njeriu, i cili ka dalluar njeriu prej gjitha krijesave tjera. Dhe ai krijon çka të dojë dhe nga krijimtaria e tij ai përzjedh disa të tjera. Për shembull, ai ka nga meloçet që ka krijuar ka përzjedh Xhibrilin alayhis salam. Nga njerëzit që ka krijuar i ka përzierë të dërguarit e Zotit, siç është Muhamedi alayhis salam, krijesa më e dashur e Zotit. Mandej, për shembull, tek vendet i ka përzierë vendet që në botë ka përzierë vendet e shejta që është Mekka, Medina, Jerusalemi. Pastaj gjithashtu ka përzierë edhe kohën, që një ibadet në adhurim nuk janë kohë të krejtë njëjta, në 24 orëshin kemi 5 kohë namaz, është pjesa e tretë e natës, mandej gjatë javës e kemi vitin e xhuma, dhe gjatë muajve kemi muajin më të rëndësishëm të vitit që është muaji Ramazan, në cilin tani jemi. Dhe shpeshherë quajmë muajin Ramazan si muaji i mëshirës, muaji i rahmetit. Po në fakt nëse meditojmë, e shohim që Ramazani është praktikisht vetë mëshira e Zotit Xhaleshanu. Zoti ka dashur që ti mëshiroj robërit e vet. Edhe na e ka dërguar këtë Ramazan. Domethënë përmes Ramazanit Zoti ka dashur me mëshiru robën e vet, sepse Ramazani t'jep çat shumë mundësi me fitu kënaqësinë e Zotit edhe me të fal gjinat, saqë, si më thon, ka ardhur në një hadith që transmeton Ibn Hibani. Dhe është hadith i njohur e dinë gjithë besimtarët, për shembull kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u kon të hyp në atë mimberin e vet që i ka pas 3 shkallë, në secilën shkallë ka thonë amin, shkallën e dytë amin, shkallën e tretë amin. Dhe sahabët e kanë pyetur se çfarë ishin këto, edhe njërin prej tyre, kjo që po na intereson neve që lidhet me Ramazanin, thotë që më erdhi Xhibrili dhe më tha që men adraka Ramadan wa lam yughfar lahu fa ab'adahu Allah. Kush e arrin muajin Ramazan, domethënë nuk e ka specifikuar qysh, veç e arrin gjallë. Kush e arrin muajin Ramazan, edhe nuk bëhet Ramazani shkak që t'i falen atij të gjitha mëkatet, Allahu do ta largoj nga rahmeti i tij, dhe ai njeriu është shumë i privuar prej mirësive të mëdha, sepse me të vërtetë në Ramazan ka çaq shumë mundësi të mëdha me fitu faljen e Zotit edhe mëshirën e Zotit, sa që po i përmendim disa. Ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ka thonë kush e agjeron në muajin e Ramazan me besim të madh Zotin Xhaleshanuhu, edhe me shpresë që ka me shpërbly Zotin ditën e gjykimit, i falen gjitha mëkatet. Nëse s'mundesh këto me arrit, e ki tjetrën mundësi, që ka thonë kush e fal taravit, namazin e natës, e ngjall Ramazanin çdo natë me namaz natës, do t'i falen gjitha mëkatet. Po që s'po mundet as këto, atëherë ka mundësi natën e kadrit që janë 10 netësit e fundit. Kush e ngjall natën e kadrit me ibadet, atëherë prap do t'i falen gjitha mëkatet dhe do ta ketë shpërblimin sa 83 vite të një njeriu, ose më shumë se 83 vite ibadet. Po mandej edhe këto nëse si ka tria, e ka një tjetër mundësi shumë e lehtë që është para çdo iftari. Është lisaimi da'watun la turad, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që për agjëruesin është një kohë e lutjes që lutja si vetë mbrapa, që ajo është koha e iftarit,
që 1 minutë mundet me të marrë kohë. 1 minutë, qatë minuta s'mune shmullë dhe para se me prish, me boj iftar, me lutë Zotin, me t'i falë gjënat, me t'a dhonë gjenetin, me qëka do që të shkon mendje. Dhe jenë të pranume. Që është më të vërtet Ramazani është i mëshirë e Zotit, ku e sheh Zot, praktikisht e sheh sa shumë Zoti na ka mëshiruar dhe na ka dashur. Përderisa janë gjithë të mundësi për me fitu gjenetin, me u largu pitkëqia, me u afru me Zotin. Do thotë, nuk është e udhës hoq njeriu, besimtari me koni njëti si jashtë Ramazanit, si kur ti në Ramazanit. Programin që ka pas jashtë Ramazanit me vazhdu edhe në Ramazan. Siguri do të me konë më ndryshme, me pas një ndikim kjo Ramazan, me pa që po vëlla me të vërtet kjo muj është për me ndryshu. A ka farë ndikimi të individi? Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun fillimisht, ndërsa dërgojmë salavat dhe selame mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Padyshim se në këtë muaj të madhreshëm muslimani nuk është sikurse që është jashtë tij. Dhe normalisht që Allahu i madhreshëm është krijuesi i gjithësisë dhe i gjithë njerëzimit dhe gjithçka që ka në tokë dhe në qiell. Dhe padyshim se Zoti Xhaleshanu e ka ditur për njerëzit dhe për krijesat e tij në përgjithësi se çfarë ju nevojitet atyre dhe çfarë ju duhet atyre për të qenë më komod dhe për të qenë më mirë në jetën që e bëjnë në këtë botë. Që asnjë njerëzit nuk do të kishë mundësi me ditë për veten tonë se çfarë është mirë dhe çfarë është jo e mirë. Mirë, po ka dashur Zoti i Madhreshëm që me mëshirën e tij, me rahmetin e tij, të na obligoj me disa obligime të caktuara, me kryerjen e disa detyrave të caktuara, të cilat ne mendojmë dhe padyshim janë urtësi prej anës së Allahut të Madhreshëm dhe janë në dobinë tonë të neve si individ në përgjithësi. Ekziston një rregull që thotë se ibadetet në përgjithësi janë për të mirën e besimtarëve. Domethënë adhurimet, Allahu nuk na i ka bërë neve si ngarkesë për të na sprovuar vetëm me to, mirë po na i ka bërë obligim për të na pastruar neve dhe për të na bërë neve të jemi më fitimtar dhe të jemi më të ndryshëm, të jemi më produktiv në shoqëri. Nëse marrim namazin si ibadet, si adhurim, e shohim që njeriu nëse praktikon këtë, ekziston një farë mundi pak, një lloj sakrifice për gjatë kryerjes së tij. Mirë po, namazi kalon në një kohë pak më të shkurt, mirë po përsëritet 5 herë brenda ditës. Po flasim për namazet farze. Ngjashëm nëse marrim haxhin si një ritual të caktuar, haxhi është një prej ibadeteve që ka thonë pejgamberi alayhis salam, një herë në gjatë jetës së njeriu, nëse dikush ka mundësi e kryen, lirohet pastaj për gjatë kohës tjetër. Mirë po, kur kthehemi tek agjërimi, agjërimin Allahu i Madhreshëm na ka bërë obligim për gjatë një muaji të tërë brenda vitit. Domethënë, secili ibadet në vetvete ngërthan dobi dhe ngërthan gjërat të cilat e bëjnë njeriu të jetë më ndryshe se sa nëse kushtimisht nuk i praktikon, nëse nuk i zbaton këto porosi ose këto adhurime. Mirë po secilin vetvete është paksa i veçantë. Për shembull përmenda namazin, haxhin ose zakatin, këto janë ibadete të caktuara të cilat e mbajnë njeriu, për shembull namazi dhe namaz, ose zakati përderisa arrin nisabin deri në nisabin tjetër e kështu me radhë. Mirë po, kur jemi tek agjërimi, tek Ramazani, është i cili e mban njeriu të ndërlidhur me Zotin e tij për gjatë tërë vitit tjetër, për gjatë 11 muajve të tjerë, dhe këtu na del në pa edhe hadithi i pejgamberit alayhis salam, i cili ka thonë se namazi deri namazin tjetër ose xumaja deri në xumën tjetër, agjërimi i Ramazanit ose Ramazani deri në Ramazanin tjetër janë kefaratun lima bejnehunne, janë shpagesë ose falje mëkatesh që kanë mes tyre. Por Ramazanin në koherencë kemi pak më të gjatë si muaj, mirë po është ai i cili e ka lidh besimtarin dhe e bën të fuqishëm dhe ndryshon jetën e tij dhe mban ky ndryshim thujse për gjatë 11 muajve të tjerë deri në Ramazanin tjetër. Dhe kësaj nëse ne kuptojmë
që që kanë kuptu edhe vetë pejgamberi sa dhe shokët e tij, pra kanë jetu para se më ardhë Ramazani 6 muaj duke e lutur Zotin që të arrin Ramazanin. Dhe pasi ju ka kalu Ramazani, ka lutur Zotin e Madhërisëm që t'ua ketë pranuar Ramazanin. Po gjithherë të jenë në ndërlidhje me Allahun fuqiplot. Dhe ky është qëllimi, po themi në parim i urdhrave të Allahut që i kanë ngarku besimtarët për të mirën e tyre, për të mirën e vetë njerëzve në përgjithësi. Kur jemi tek agjërimi dallon paksa nga ibadetet e tjera, për faktin se ibadetet e tjera nëse i marrim dhe i analizojmë janë të dukshme dhe shihen në publik, shihen nga njerëzit. Namazin kur ne e falim mes vete dhe shihemi që jemi duke praktikuar këtë namazin ton. Ose haxhin e dim se kush shkon haxh dhe kush s'ka mundur të shkoj për shembull. Mirë po kur jemi tek agjërimi, është ibadet i veçantë që dietarët e kanë quajtur si ibadetul ikhlas, si adhurim të sinqeritetit, që askush për askë nuk mund ta di sa është duke kryer këtë ibadet apo jo, përveç se atij që kryen dhe është agjërueshëm dhe Zotit të tij. Pra njerëzit mund të hanë dhe të pinë në shtëpitë e tyre pa e ditur askush. Dhe nëse bëjnë një gjatë të tillë, normalisht që arsyetojnë nëse kanë pasur të drejtë ose janë lejuar përprishjet e agjërimit. Mirë po, nëse kanë agjëruar dhe janë përmbajtur, domethënë nga ushqimi, pija dhe gjërat të cilat e prishin agjërimit, të tillët janë duke kryer këtë ibadet të sinqert që shpërblimin pastaj normalisht që e presin vetëm prej Zotit të Madhërisëm, e që po themi shpërblimi i tij është i pakufishëm ose është tejet i madh, ku për këtë Allahu ka thonë që në një hadith kutsi agjërimi më përket mua dhe unë jam që shpërblej pasaj për të dhe ne nuk e dim saktësisht se si do të shpërblej Allahu për agjërimin, mirë po e dim që do të shpërblej me një shpërblim tejet të madh. Ndërsa e dim për obligimet e tjera nga pak se Allahu i shumë fishon të azëm kryerjen e farzëve deri në 70 fish, mirë po kur jemi tek agjërimi, po themi ka një shpërblim tejet të madh. U përmend që gjitha obligimet që Zoti na ka obliguar me to janë për me na bëjë që me kon lidhje me Zotin. Ai që është i lidhur me Zotin, ai duhet patjetër me kon i devotshëm. Këto edhe që çdo ibadet e synon, çdo adhurim e synon që me na bëj devotshëm. E pikërisht Ramazani këto e synon. Ka ndonjë shembull praktik për shembull për çush ndikon Ramazani që me bëni njëri devotshëm? Po, shembull ka të shumtë, unë po e përmendi një. Sfori gjithë po e dim, po përsëritmi na hoxhallarët shpesh në njohurit domethënë që i dim gjithë sepse nuk ke mundësi me thonë diçka që se ka thonë dikush më herët. Por na po ja u rikujtojmë besimtarëve sepse me të vërtetë më u rikujtu, më fresku me njohuri na bën dobi të gjithëve. E dim që qëllimi i agjërimit, qëllimi final i tij është që ndoshta bëhet shkak dhe sebeb që ne të arrijmë devotshmërinë. Që ka thënë Zoti në Kur'an, në surën Bekare, domthonë la'allakum tattaqun. Ka mundësi që për 30 ditë Ramazan që agjërojmë, ky lloj ushtrimi që na ka dhënë Allahu xhaleshanu praktikisht atëherë ndikojnë në fund që dalëm devotshëm prej kësaj, dhe çka është devotshmëria dhe si arrihet devotshmëria me një shembull praktik me thonë. Shpesh herë ndodh që domthonë gjatë ditëve të verës kur kemi shumë etje të mëdha, edhe kemi dëgjuar edhe shembuj në histori që nëse mbretër kanë jetuar në vende të nxehta ku ka edhe shkretëre të gjitha dhe kanë qenë gjendje ndoshta për shkak të etjes me vonë gjysmën e pasurisë veç me shu etjen. Dhe kur ne agjërojmë gjatë verës ose çfarë do kohë qoftë, ka mundësi që të shtohemi shumë, të kemi etje shumë të mëdha. Edhe në gjatë asoj etje me i thonë dikujt, për shembull, apo e prish agjërimin, që merre, pa porë ki, s'ki nevojë me dhon këtë pasurinë as një cent, veç merre dhe prish agjërimin. Është e çuditshme që këto njerëzit në moment thonë çush me prish agjërimin të javë.
nuk mund me përballu me prish agjerimin. Edhe dalë shqipit, pse s'pe prish agjerimin, ç'a bëhet? Ja agjeron 60 ditë. Po çe Zoti thotë bre. Çe Zoti. Nëse e prish agjerimin, çe Zoti. Domethënë, ky shembull që s'un e prish agjerimin me qëllim, edhe nëse je shumë i uritur ose shumë i etur, sepse Zoti po të sheh, ky është shembulli i devotshmërisë. Çka përcjell ky shembull e përcjell mbikëqyrjen e Zotit. Domethënë na sikur në çat moment jemi 100% bidën që Zoti është të na përcjell të na po, edhe devotshmëria vetëm e ka këtë qëllim, që na me adhuru Zotin sikur se jemi duke e parë, edhe pse nuk e shohim atë, Zoti na sheh neve. Kështu që ky mendoj që është një shembull i mirë për me. Nëse arrihet kjo pikërisht në Ramazan, besoj që për njerin s'ka nevojë tani më as me pos shefi minajt mi kry, as kamerat, as policia. Po tani, qëllimi është që mas Ramazanit, kur e arrin këto, edhe që ndodhesh para një gjënoj, kush të mundshëm, po theme, se Zoti na rujt, besimtari nuk bën mëkat me vetdije. Po që nëse ndodhesh që jashtë Ramazanit, ndodhesh në një situatë tillë kur ti je para ndonjë mëkati të mundshëm, çaj Ramazan, çaj agjerim që ke bërë për hir Zotit, duhet me ta kujtu që çështë ka po në Ramazan Zoti, që ashtu të sheh tash kur je para stim kot. Pikërisht edhe gjeneratat e para kur i kanë eduku pasardhës të tyre fëmijët, ju kanë thonë 3 porosi. Gjithmonë ja u kanë kujtu mi mësu këto përmeq. Zoti më sheh, Zoti më ka kontroll, Zoti është me mua. Do thonë se kem që të bindjen që Zoti qysh na shën Ramazan që veç atia kem frikën se so për njerëz mund mi bë me hongër e me pimës me ditë kush, atëra dhe jashtë Ramazanit duhet me pas që kontrollin e Zotit që ai na ka mbikëqyrje vazhdimisht. Po, domethënë nëse gjatë Ramazanit na nuk po e prishim me qëllim Ramazanin sepse Zoti po të sheh, atëherë kjo është një mësim praktik që Zoti do të më na dhon neve që çashtu qysh të shohun e çtash në Ramazan, ashtu të shoh edhe jashtë Ramazanit nëse ti para ndonjë mëkati të mundshëm, e që kjo ndjenja e mbikëqyrjes nga ana e Zotit duhet me të shërbyer edhe atëherë, jashtë Ramazanit, në që na të arrijmë devotshmërinë. Zoti që të jemi të tillë. Amin. Ramazani me popularitetin hoq nuk është edhe i lehtë. Ka vështirësi. Është lodhje që përmend me duru uni, eti, me u largu pej shumë gjanave, nuk është e lehtë, po diçka e bën të fuqishëm robin në Ramazan që ja del. Patjetër se njeriu përderisa ka bindje të thellë dhe ka iman të fortë dhe është stabil në fenë e tij, patjetër se kjo do t'i ndihmojë në tejkalimin e sprovave ose këtyre mundimeve që mund t'i përjetoj përgjatë adhurimeve ose përgjatë kryerjeve të obligimeve të caktuara. Në këtë rast, agjerimi Ramazanit don pak mund, mirë po duhet me pas parasysh se muslimani si musliman duhet jetë i fuqishëm dhe duhet jetë i fortë në çdo sfidë që mund ta ketë përpara vetes. Kur jemi tek adhurimet, ne përveç që duhet me pas në konsideratë se duhet jemi të fortë, duhet pas edhe në bindjen tonë se patjetër do të shpërblehemi për mundin dhe për angazhimin tonë që e bëjmë karshi obligimeve të Zotit Madhreshëm. Ekzistojnë 2 lloj fuqish që kisha dashur mi potencu në këtë rast. Ne jemi mësuar që me pas 2 lloj fuqish pra në jetën tona, fuqinë materiale dhe fuqinë shpirtërore. Nëse marrim dhe analizojmë aspektin material që përmend Kurani famulart, ne hasim se shumë popull të mëparshëm që kanë qenë të fortë materialisht, nuk ju ka mjaftu vetëm ajo forcë atyre, ose ajo fuqi atyre. Mirë po, pas një kohe, nëse s'kanë qenë shpirtërisht të qëndrueshëm ose nuk kanë pas iman, janë dobësu dhe janë ndryshu gjanat. Kemi popull të ndryshëm të mëparshëm të cilët kanë qenë të fuqishëm, popullin e Adit, popullin e Themudit, faraon të ndryshëm, të cilët kanë pas pozita dhe kanë qenë të fuqishëm, mirë po ju ka mungu aspekti shpirtëror, nuk kanë pasur iman dhe të tillët ju ka kalu koha dhe e shohim që i ka marrë koha dhe nuk janë më ose ju ka humbë fuqia e tyre. Mirë po, edhe nëse ndalim vetëm tek aspekti shpirtëror, nëse jemi vetëm të fort shpirtërisht dhe kemi iman stabil,
ndërsa na mungon prap aspekti i fuqisë materiale, edhe kjo sipas Kuranit njëkohësisht e shohim se nuk mjafton. Pra nuk mjafton veç me qenë besimtar i fortë, mirë po materialisht mos me qëndru mirë, sepse kemi parë edhe kështu raste në histori që besimtarët të cilët kanë qenë të fortë me iman, janë sprovuar ndoshta nga dikush tjetër që ka qenë i fortë materialisht dhe her pas here kanë pësuar disfata të ndryshme. Ajo që na porosit neve Islami edhe feja jonë dhe libri i Allahut, Kurani famlar, është se besimtari duhet të jetë në të dyja aspektet i fortë. Ekziston një lloj slogani që thotë që nëse ti nuk je i fortë ose i fuqishëm, do të mposhtesh. Përndryshe pra do të me qenë i fuqishëm që të respektuash nga të tjerët. Dhe agjërimi në këtë rast, me që jemi tek agjërimi, është ai i cili ndikon në fuqinë shpirtërore dhe fuqinë materiale tek besimtarët. Nëse ndalemi tek ana materiale, në këtë rast tek shëndeti i njeriut, ndikon direkt agjërimi në përmirësimin e shëndetit dhe ruajtjen e shëndetit të njeriut. Domethënë ne si agjërues jemi ata të cilët jemi më të shëndetshëm, trupi ynë ka nevojë për abstenim nga ushqimi dhe pija për një kohë të caktuar në mënyrë që ta ruajmë shëndetin ton, ndërsa nëse jemi tek ana shpirtërore, po ashtu me agjërim ne jemi me një iman më të lartë dhe jemi gjithherë duke kryer këtë ibadetin që është po themi në një kohë pak më të gjatë, 30 ditë ose një muaj, dhe prej kohës së imsakut deri në iftar je ndërlidhur direkt me Zotin xhaleshanu, kjo të bën shpirtërisht me u ndje pak më mirë dhe me qenë në morale më të larta dhe me qenë më i përmbajtur njëkohësisht. Po kjo është roli i agjërimit që i baraspeshon domethënë këto të dy anë, edhe shpirtëroren, po edhe anën materiale. Po ashtu tek materiala na jemi ata të cilët ose thirremi në atë se duhet qenë solidar për gjatë muajit Ramazan dhe duhet me qenë ata të cilët ja zgjasim dorën njëri tjetrit dhe pra kjo është ana pozitive me cilën ne mburremi. Ramazani po ashtu e kisha qujtë si një lloj spitali ose ngjason me një lloj spitali ku ta zonë në spital çdo i smur kërkon ilaçin dhe mundohet ta gjejë ilaçin e vet. Njëkohësisht edhe në Ramazan çdo besimtar mundohet ta gjejë atë që i nevojitet. Domethënë nëse dikush ka qenë koprac, e zëvendëson kopracin me bamirësi, ose nëse dikush ka qenë me mbi peshë kushtimisht e shfrytëzon agjërimin që të jetë më i përmbajtur dhe të jetë më i shëndetshëm. Pra, çka do që të kërkosh në agjërim në Ramazan, ti ki për të gjetur dhe është urtësia e madhe e Zotit subhanahu wa taala që na ka lënë si ibadet në ndikim pozitiv tonin, në arritje të devotshmërisë që e potencoi edhe profesori Hys, që qëllimi final pra kthehet direkt tek devotshmëria ose përmirësimi i vetveteve tona dhe përmbajtja nga lëshimet e mundshme që mund t'i bëjmë ne si njerëz. Po si duhet me reflektu një besimtar raport me këtë dhuratë që përmend edhe hoxha që çka të lyp që gjon këtë muj. Do të thotë cilën nevojë ki që ki nevojë për me plotësu ato ose për me përmirësu çu duhet me reflektu në raport me Po, e qartë. Ne si besimtar gjithmonë synojmë që në aspektin e lidhjes tonë me Zotin xhaleshanu të ngritemi dhe të rregullojmë në formën më të mirë të mundshme dhe për këtë na ka mësuar Zoti xhaleshanu se të dërguarin e tij Muhamedit alayhis salam e kemi shembullin më të mirë. Edhe pastaj shokët e tij dhe 3 gjeneratat e para. Dhe nëse ndalemi dhe i shohim ata që kanë qenë në raport me agjërimin, vërim diçka interesante që jeta e tyre nuk ka dallu shumë në Ramazan me ato që kanë pas jashtë Ramazanit. Do të thotë për fatkeq nëse mund të më shpreh kështu që ndoshta në kohën tonë jeta jon në Ramazan dallon rrënjësisht. Domethënë këtë mënyra jetesës. Pse ku po duam të dalë me këtë? Për shembull nëse
Ramazani ka të bëjë me agjerimin, me abstenu për ushqimin, për syfyr deri në iftar, ata sahabët, gjeneratët e mëhershme, njerëz të devotshëm, agjerojnë edhe muaj tjerë, agjerojnë ditë të hënën, të enjten, agjerojnë edhe ditë tjera, domthonë kanë agjeruar edhe jashtë Ramazanit. Nëse në Ramazan prej punëve të mira është me dhënë sadaka, me ushqyt varfrit, ata kanë ushqyt varfër edhe jashtë Ramazanit. Nëse në Ramazan duhet me fal namaz natës, sahabët kanë fal namaz natës vazhdimisht edhe jashtë Ramazanit. Po ajo që i ka dallu, që e kanë gjallë Ramazanin me kohën tjetër të vitit, është se e kanë shumë fishu, e kanë shtu numrin shumë të madh. Domthonë janë fal shumë më shumë, kanë lexuar Kur'an shumë më shumë, edhe kanë bërë punë të mira shumë më shumë. Domthonë janë fokusuar shumë te numri, sepse në Ramazan e dim që parimisht çdo vepër shpërblihet një me 10, por në Ramazan deri 700 e kujdo Zoti edhe më shumë ja shumë fishon. Dhe reflektimi jon për Ramazanin është që ndoshta i ngjason një jetë të njeriu që e ka fillimin, e ka atë pjesën e mesi Ramazanit që ndoshta për një moment na mendomi që nuk mendoj për fundin, veç thjesht e jetojmë, kënaqemi me ta, dhe kur vjen edhe ditë i fundit, si më thon, e japim maksimumin sepse e dim që edhe pak edhe do ndahemi prej tij. E njeriu duhet me reflektu, me kuptu qëllimin pse është ardhur këtë jetë, edhe me ditë që një ditë ka me qenë Ramazani i fundit për ta. Edhe vdekja është e msheft, nuk e dim a që ky Ramazan është i fundit për ta. Duhet me dhon maksimumin. Nuk është hajgare. Domthonë Zoti Xhaleshanu nuk e ka kriju gjithësinë, Zoti na ruaj për hajgare. Domthonë vdekja është hak, Allah është hak, vdekja është hak. Nata e vorrit është hak, e vërtet. Dita e gjykimit kur kemi me dhon llogari është hak. Që është një mundësi e jashtëzakonshme për me na u fal mëkatet, me fitu kënaqësinë e Zotit, edhe që mund të lidh me fjalët që i tha profesori Kujtim që kanë bërë sahabët, mu lut pastaj një 6 muaj të tjerë Zotin që më na i pranu, e ata 6 muaj të tjerë me lut që më na mundsu me mri edhe një herë një Ramazan tjetër. Është interesante që pejgamberi sa mësar është lidh namaz ju ka thonë shokëve të vet llogaritën që është namazi i fundit. Edhe ne duhet t'i qasmi Ramazani sikur është i fundit, se nuk e di. Është interesante që namazi për shembull 5 herë ditë falem. Fal drekën, hajde s'ka ke kanë shumë i vëmendshëm namaz drekës, po e fal tani i kindin më me për kushtim. Hajde edhe kindijat pastaj. Domethënë më namaz 2 ore, 1 orë gjysmë, 3 ore e ki namazin tjetër që mund. Nëse për namazin që i ki mas 1 orë, 2 orë të ka thonë që me kanë i vëmendshëm, po për një herë në vit do të më kanë shumë më i vëmendshëm që më shfrytzu ashtu që i ka hije. Kë muj ndryshe njihet edhe si muj i Kuranit. Muj i agjerimit, po edhe muj i Kuranit. Shpesh herë ndëgjojmë që është muj i Kuranit, duhet më përkushtu. A thu, ku është sekreti kësaj? Patjetër muaji Ramazan është ardhur obligueshmëria sikur ka dashur Zoti i Madhërisht me na bërë obligim agjerimin e muajit Ramazan për faktin se ka përzgjedhur këtë muaj me zbrit fjalën e tij hyjnore tek pejgamberi ynë i fundit Muhamedi alayhis salam. Thonë përzgjedhja e Allahut të Madhërisht që fjalën e tij për mbylljen e mesazhit të tij hyjnor ta bëjë në këtë muaj Ramazan, që është transmetohet prej dietarëve se Allah e ka zbrit Kur'anin natën e Kadrit nga Lauhi Mahfudhi, nga qielli i 7 në Beitul Izza, në qiellin e parë të kësaj dynjaje në natën e Kadrit. E prej aty pasaj gradualisht i është shpallur pejgamberit alayhis salam për gjatë 23 vjetëve, sipas nevojave, rrethanave dhe dëshirës së Allahut të Madhërisht. Për faktin që Allah ka zbrit Kur'anin në muajin Ramazan, ka dashur që ta veçoj pastaj zbritjen e këtij libri të shenjtë, fjalës së tij hyjnore, porosisë së tij të fundit, ta veçoj këtë muaj me diçka që se kanë muajt e tjerë. Dhe na ka bërë obligim agjerimin pastaj të komplet këtij muaji. Muaji Ramazan është muaj i Kur'anit. Pra është fillu të zbres në të Kur'ani familjar, dhe nëse ne kemi parasysh pra se Kur'ani ka fillu dhe ka zbrit në këtë muaj, Kur'ani është kushtetuta jonë dhe është libri ynë i cili neve na mban në këtë jetë dhe na bën që të jemi më të fortë dhe na bën që të na dallojë ose të na mësoj rrugën e vërtetë nga ato të pavërteta. Nëse qëllimi i agjerimit pasaj është qyshe
përmendëm, domethënë la'allakum tattaqun, që ju të bëni më të devotshëm, edhe ky Kur'an është që ajetet e para të kapitullin Bekara, Allah thotë që ky Kur'an është që s'ka dyshim në të, dhe është udhëzues për të devotshmit. Po ne nuk mund të hasim udhëzim tjetër ose ndriçues të jetës tonë dika tjetër përveç se të kapemi përmes këtij libri dhe të mësojmë dhe të mundohemi të praktikojmë udhëzimet dhe porositë që mund t'i nxjerrim nga ky libër. Pra është libri hyjnor i cili neve na e qartëson rrugën tonë dhe mundohemi që përgjatë Ramazanit në këtë rast, qysh kanë vepruar edhe të parët tonë ose ata të cilët kanë qenë më afër pejgamberit alayhis salam, e vetë pejgamberi alayhis salam, të cilët janë marrë me të shumë. Dhe kemi raste kur i kanë lënë mexhliset e tjera të dijes që i kanë pas imam të ndryshëm, dietar të ndryshëm, e gjatë Ramazanit janë përkushtuar vetëm me Kur'anin famlar, e pra dhe ne duhet më përkushtu në të, e që e dim që shpërblimet për leximin dhe studimin e Kur'anit pastaj janë tepër të mëdha dhe ndikojnë tepër shumë në jetët tona në përgjithësi. Është interesant të agjerimi, qëllimi tina u përmend edhe në ajetin kuranor dhe vazhdimisht po potencohet që është për me konë devotshëm. E devotshmëria shpjegohet ku? Në Kur'an. Kështu që këtu janë të lidhur 19 viti. Ndërlidhen. Ju kemi afru fundit të misionit, kishim dashur me shty halema shumë, po kemi minutat e fundit. Kishim pas shef, ka një porosi ose mesazh për ata që na përcjellin, për secilit për ju. Masi jemi muaj në Ramazan edhe është muaj i Kur'anit edhe ishim duke bisedu për vlerën e leximit të Kur'anit, unë kisha pas një porosi për gjithë musliman, gjithë besimtarët, pa dallim moshe, po posaçërisht kjo është një porosi më shumë për një kategori të caktuar të djelmoshave të ri, të cilët këta po e quajnë këtu në anglisht nëse mundem të thonë open-minded që thonë, që janë shumë në rrjedh me kohën, kanë shkollë të kryer, fakultete, magjistraturë, janë biznesmen suksesshëm, në aspektin e të kuptuarit edhe gjuhëve të huaja se kanë problem. Është e çuditshme pak se qysh nuk e dija me qëllim pa qëllim, me vedija, po si është neglizhu pak ky aspekt e kam fjalën për mësimin e shkronjave të Kur'anit. Kjo kategori, ato duhet gjithë secili mundet me mësu. Unë njoh ndoshta nëna tona të moshuara që ndoshta në moshën 60 vjeçare janë rrek edhe i kanë mësu shkronjat. Edhe nuk kanë dashur që jo veç Ramazani, por gjatë këtë vitit mos me ikë ai shpërblimi i një shkronje që ka thonë Resulullah i ka 10 sevape. Dhe për statistik, Kur'ani ka 320.500 herë që jenë përsërit shkronjat, se 28 shkronja i ka alfabetit e arab, po këto jenë përsërit 320.500 herë. Tash këtyne djemve të ri ju pëlqejnë këto statistikat. Nëse i shumëzon, për shembull me 700, del që janë përmi 224 milion shpërblime. Tash, kujt do që ti thush, nëse në aspektin material të kësaj bote, mi thonë dikujt që është një tokë në filën vend, është në pozicion shumë të mirë, edhe për një muj e blenë me 1.000 edhe të bëhet 200 milion. Do më thonë, ata njerëz janë gjendje me shit gjithçka, e me shku me hi bërgje me vazu se shpërblimi shumë i madh. Po kur po vjen puna te shpërblimi i Kur'anit, që ka shumë shpërblim të madh veç nëse e lexon, nuk e di se çka po ndodh. Pse me shku kohë e gjatë edhe mos më mësu shkronjat e Kur'anit, mos më lexu Kur'anin në origjinal. Është e çuditshme, për shembull, kemi njerëz në perëndim që janë në gjendje jo shkronjat, po e mëson një gjuhë të huaj komplet, veç për me lexu një autor, një libër që i pëlqen atij autori, letërsi ose çka do të qoftë. Ndërsa na e kemi gojën plot dashni ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij, e kemi Kur'anin, libër që besojmë, edhe shkon ashta këtë jeta e shkon edhe se ka mund për një javë ditë merr kohë. Një javë ditë merr kohë me bëj gjithë ato shpërblime. Edhe Zoti po thotë na kemi lecu Kur'anin për me mësuar që ka kush që don me mësu. Besoj që hoxhallarët këto e afrojnë pa parë. Është kurs pa parë, s'ka nevojë as me pagu. Kjo është porosia ime që gjithë ata që po na dëgjojnë, domethënë mos ta neglizhojnë, mos ta shtyjnë, le të rreken punës një javë ditë, 2 javë ditë, i mësojnë edhe tani gjatë të jetës shpërblimi është pa kufish. Kur'ani është gjallëri.
ata që shoqërohen me Kur'an e din çfarë energjie pozitive hyja. Në qoftë se dojnë edhe më shumë, në qoftë se dojnë mu bind praktikisht, sikur më herët që thamë që Ramazani është ajo vetë mëshira e Zotit në praktike që po e shohim, sa i mëshirshëm është Zoti me neve. Në qoftë se dojmë tash me mu bind se çfarë mrekullie e madhe është Kurani, atëherë duhet me mësua dhe me kuptu gjuhën arabe. Kjo është shfat pak më veçantë. Po gjeni porosi? Po du të ndëlidhe me profesorin Hës tek porosia e leximit të Kur'anit dhe mësimit leximit të tij, që të parët tonë për me kanë lexuar Kur'an shumë dhe thamë që në Ramazan janë marrë shumë me leximin e Kur'anit, që nëse jashtë Ramazanit e kanë lexuar, kanë bë hatme një herë në mujt, e kanë 2 fishu në Ramazan ose e kanë 3 fishu, ose kemi raste tek imamët mëdhëbeve, Abu Hanifja, Imam Shafiu, Imam Maliku, radiallahu anhum, që transmetohet se nëse kanë lexuar Kur'anin mrena dite një herë kanë bë hatme, në Ramazan e kanë bë 2 herë. Një herë e kanë bë në pjesën e ditës, një herë e kanë bë në pjesën e natës, të ditë se ka pak i kanë lënë anash me xhliset e tjera të dijes dhe janë përkushtuar vetëm në lexim të Kur'anit për shkak të vlerës, rëndësisë dhe po themi muajit që është adekuat dhe i posaçëm vetëm për librin e Allahut. Kjo s'do me thonë me lënë anash librat e tjerë dhe nuk do me thonë me lënë anash studimet dhe mësimet e tjera asesi, të ditë se vetë Kur'ani jon, porosinë e parë që na jep të leximit dhe jo vetëm të librit të tij, pastaj po leximit në përgjithësi në fusha dhe në shkenca të ndryshme. Mirë po, a mjafton veç leximi si lexim pastaj, unë kisha me thonë se muaj Ramazan është i leximit Kur'anit, po është edhe muaj që duhet me u përkushtu në meditim në të dhe në kuptim të porosive që nxirren nga Kur'ani famlar. Pra nuk duhet të mjaftohemi vetëm me lexim të thjesht dhe me prit pastaj se do të shpërblehemi për një shkronjë sa feshe, do të kemi sevape të shumta, pa janë shkalu këto. Mirë po prapë nëse marrim mësimet e të parëve tonë, sahabën këtë rast, të cilët Abdullah ibn Mesudi, kur është pyetur se si mësonin Kur'anin në jetën e tyre, ai tregon dhe thotë që ne nuk mësonim Kur'anin në mënyrë të shpejtuar, mirë po ndaleshim në 5 ajete dhe i merrnim, i studionim, i nxirrnim normat, dispozitat, urtësitë, mësimet e këtyre 5 ajeteve dhe jo vetëm kaq, por u mundonim që këto 5 ajete të futnim edhe në praktikë në jetën tonë. E pastaj kalonim dhe i merrnim 5 ajetet e tjera, që jap me kuptu se ne duhet të lexojmë, por edhe duhet që të jemi ata të vetëdijshëm që mundohemi edhe ta praktikojmë këtë lexim që e bëjmë, të nxjerrim norma, të nxjerrim mësime, urtësie, dispozita të ndryshme dhe t'i fusim në përdorim në jetën tona në mënyrë që ta arrijmë atë porosinë tamam që muaji Ramazan është i përkushtimit dhe i meditimit të Kur'anit, i leximit dhe marrjes me të, po dhe futjes në praktikë. E nëse e bëjmë këtë, normalisht që përgjatë tërë vitit, pastaj do të kemi atë energji në Ramazanit dhe do të apresim Ramazanin tjetër me emër të Zotit, duke qenë praktikues të denj të fesë tonë islame. Inshallah, do Zoti që me të vërtet të bëhem devotshëm, Ramazani të reflektojt ne, të shihen gjumët e këtij agjerimit, në sjelljen veprat tona, si Ramazan, ashtu edhe mas Ramazan. O Zoti të shoqërohem me Kur'an, të jetojmë me të, ta kem program tjetës edhe të vdesim me të. Amen. Zoti ju shpërbleft për këtë fjalë. Allahu nderoft. Ishte kënaqësi. Inshallah gjithmonë mira. Zoti ju shpërbleft teleshikues që patët durimin e më na përcjell deri në emisionin radhës, beqin e mëshirën e Allahut xhaleshanu.